Nga abuzimi me detyrën te shpërdorimit i fondeve publike dhe shkelja e procedurave ligjore, këto janë disa nga arsyet që sipas Partisë Demokratike e bëjnë të domosdoshme dorëheqjen e qeverisë Rama. Në një deklaratë publike, zëdhënësia për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangjeli ka bërë të ditur se gjetjet te kontrollit të lartë të shtetit gjatë auditimit në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, ku janë konstatuar një sër shkeljesh administrative dhe financiare. Ku janë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjell pasojë masa organizative, masa për shpërblim dëmi, masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike dhe 23 masa disiplinore ndaj punonjësve të institucionit. Skandali bëhet edhe më i rënd kur konstatohet se në procedurat e tenderimit kanë marrë pjesë persona që nuk kishin nisur ende marrëdhënien e tyre të punës në institucion. Titullari i institucionit me urdhër specifik ngre grupin për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave, me anë të cilit kryetare e komisionit është emëruar një zonjë e cila ka nisur marrëdhënien e saj të punës 21 ditë pas nxjerrjes së urdhrit për ngritjen e KVO-s. Zëdhënësia e PD-s ka deklaruar se këto raste tregon një model të përsëritur keq administrimi ku, sipas saj, ligji zbatohet në mënyrë selektive dhe institucionet përdoren për të shmangur përgjegjësitë. Problemi sipas saj është vetë modeli i qeverisjes ndaj kërkon dorëheqjen e Ramës. Rama jep dorëheqjen sepse administrata publike është shndruar në një mekanizëm të politizuar ku meritokracia zëvendësohet nga bindja politike dhe ku përgjegjësia mungon. Rama jep dorëheqjen sepse standardet e një demokracie funksionale kërkojnë përgjegjësi politike ku skandalet dhe dështimet përsëriten vit pas viti. Sipas Partisë Demokratike, këto gjetje nuk përbëjnë më vetëm akuza politike, por tregues një problemi më të gjerë të qeverisjes ku sipas tyre kërkon një ndryshim të thellë politik në vend.